Furkan Misere, çka vjen si? Mëse gjitha, sen që të të to me të su parkum, në zetë. Di, e kena një, i kështu thënje që e kena bo edhe mural që happiness në Tetov është gjesh vend parking. Po, e vërtet është, po kjo e ka dhënën pozitive që i bje se Tetova ka ma shumë njerëz dhe për shkak se qytetet tjera po zbrazën përveç kryeqytetit, kështu që ka një anë pozitive, edhe plus mundu be qytetarët me ka bicikl, sen se keni ajo s'keni. S'kena shtigje bicikleta. Ose ajo pozitive ose tjetra negative është që ma shumë vetura për kokë banari kemi. Sa placa për kështu, që shesin kjera, edhe? Ka ma shkrim deri në Kriva Palank shpet. E kemi tradit që gjejmë kjera. Jo vend që Tetova prej, më thonë, mas viti 2001 u bosin një qendrë shqiptare për shkak universitetit. Tash normal është se nuk janë veç tetovarët, e di se ka shumë prej Kosovës që vinë të studiojnë këto. Ka edhe prej qyteteve tjera. Normal është, po nëse prej pas luftës dikush kish mendu se si do zhvillohet qyteti, si do ndërtohet, besoj që s'do ishte ky problem. Tash se di funksionon transporti publik në kohë s'funksiononte edhe për shembull. Qytetarët kanë kriju bindjen se nuk mundet me funksionu pa veturë, kështu që për çfarë ke këtë ramoj. Fund ditës vetë e kena bë vetës. Ty e ki përgjithësinë si Tetovës. E vërtet, shumë e vërtet. Faleminderit që pranove të vish, të konsideroj unë si një ndër zërat më, jo unë po këtë Maqedonia të konsiderojmë si një ndër zërat më pa kompromist gazetarisë Maqedonisë, lumë që të kena, dhe që flet shpesh herë je zëri atyne që zguxojnë ose frigohen flasin, për atë është me të vërtet kënaqësi që do bashkëbisedojmë sot. Pyetjen e parë kam më intereson pse e zgjodhe gazetarin, pse jo në një profesion tjetër? Me të kallëzu drejt, për shkak sportit. Shumë e kam pas qef sportin, kam ushtru dhe futbol, edhe mendoj nëse nuk arrit bona futbaler, do jam afër sportit nëpërmjet gazetarisë sportive. Ajo ka qenë ideja, për shkak se prej fëmijë, për shkak interit, se pak provokim kjo, jo në tusim, po edin, nuk është e majmen kur maksimum safety kur kena në internet shpe, një gigabajt dhe s'moj që asë gollat me pas, lajmë, tash edin, nuk dhe që të kujdesësh si argjën internetin, edhe shumë kom këshirë media italiane, Sky Sportin, e kena pas gjatë gjithë kohës, edhe qatit, ajo dashnia për këtë punë publike. Tani të rrit pak me të kallëzu drejtën, arsyeja e dytë është llatasim. Se unë jam prej asaj gjeneratës që jena rej shumë nëpër autobuza, veç për shkak propagandës që ka ekzistuar nëpër media. Dhe ai ka qenë një motiv se kam menuar që mundet më mirë. Po tash, pasi kom këtë profesion është që turma të kapa, ku të kapa energjia nëse për shembull ke shteti fol për një temë, nuk mundesh me evitu. Fatmirësisht më në larg, edhe kur i hina kësaj puna, që atër 2015 e kom mbyll Facebookin e vjetër, se shumë radikal si që tash jam kanë, kështu që ato janë arsyet, e kom pas si presion shumë dinamik, ma kur kom hije, kom pas se du të me prika 4 orë në deklarat, pak është dëshpimi në atë pjesë, po, kena arrit me ndihmu shumë njerë, se unë më shumë i konsideroj historie sukseshme ata temat sociale që kena bo. Një person që ka pas një problem, kujti 10 vjetë, 5 vjetë, s'ka mujtë me zgjidh, kena arrit për shumë 2 minuta kronik me zgjidh, dhe besoj që kena bo shumë mirë, se mendoj se qaj është. Për mu është qaj se i një primar, nëse nëpërmjet mikrofonit arrim ndryshojmë diçka të vogël se e di. Gazetaria Maqedoni diçka të madhe nuk mundet me ndru momentalisht mandej e shofi. Mu më intereson, ne si organizatë jena ma shumë pjesën e aktivizmit, ti e keni farloj kombinacioni mes gazetarisë dhe aktivizmit. Nuk je gazetar klasik, edhe kjo është shumë interesant për shkak se e ke thyat klasike në gazetarisë që gazetari duhet vetëm të transmetoj çka ka thënë qeveria dhe opozita, ndërka që ti shpesher në preskonferenca ku marrësh pjesë ke edhe qëndrim tënd. Ke qenë si një farloj dele e zezë prej kolegëve të gazetarë tjerë, kur e kam pa që përveç transmetimit të informatave që i ke marrë, ke edhe opinion tëndin mbi çështje dhe procese që ke raportu? Po,
në periudhën kur kam filluar me gastari ka qenë greski, dhe problemin se kam pasur me vëmëron. Problemin me kam pas me kolegë. E dini si ka qenë ajo kohë nuk të lëshin me marrë atë hapësirën që me parashtru pyetje se krejt pyetjet ishin sporositur. Na maj në preskonferencën e parë, për të kallëzu drejtë me njësh kom hi me qëtë ideje, gastari sportive, po Fatmiri, Heste Grueski. Tetova protestante, bashkë me Tetova, presi i parë që kom qenë në qeveri, Tetova protestante se dyna për këtë fabrikën, Jugohromi, dhe krejt qytetarë në rrugë, ai promovon projekt blej shtëpi për 3. Edhe ishte e madhe, normal të qyteti dytë më i madh në shtet kur proteston, dhe duhet ta parashon si pyetje. Tentoja ta marr fjalën, ndërhyjshin kolegë, ndërhynte edhe zëvendësi i qeverisë, vërtet ai. Edhe derisa e pa që s'mundet, e tha, okej, do ta jap fjalën, tha vetëm të pyes me kolegë tjerë, a kanë pyetje, kur kush ta mas shumë njëfshin sa hina, sa shkova në teren, se efte. Ketu ndalën kush ja parashtrova pyetje në botë temë prej asaj, për shkak se ka qenë një periudhë bahje komplikume, protestat, revolucionit, Ramane, regjim keshim, ishte pa qeter që ndonjëherë të kesh edhe qëndrim. A është profesionale, unë mendoj që është, për shkak se gastaria ka evolu shumë, piramida e përmbijësura, ato gjërat s'ekzistojnë sot. Veç shife çka bën për shembull BBC e CNN, se shumë larg janë prej neve. Dhe shef se gjithçka ka ndryshuar dhe nuk mundesh mos të kesh qëndrim. Edhe fundja puna jona publike, ndjek me prej shumë njerëzve, nëse unë raportoj për diçka në cilën nuk besoj është kod, nëse nuk ja pak shpirt atij materiali. Mendoj që është kod, edhe nuk mendoj që është problem. Shpesh herë betejë më të madhe, kolegë të më të vjetër me mua kam pse nuk i përmbana asaj që ata mendojnë që është në rregull. Unë mendoj që patjetër kemi me pas qëndrim, nëse s'ke qëndrim për një temë caktuar, mos e puno. Kështu që nuk mund të pas qëndrim, çka të ndodh për shembull kohës fundit që na raportu për llotarinë, që ajo është marrë, ose për tema të tjera, patjetër kanë bërë me pas qëndrim, kështu që nuk mendoj që unë mendoj edhe se i konvenon shumë edhe qeverisë në institucioneve të ketë gazetarë që vetëm raportojnë e nuk kanë qëndrim për çështje të caktuara. Bile për këtë çastin që e ke edhe shpesh i përplas edhe me kryeministin, të ka thënë shpesh që ke mungesë të kulturës elementare. Për shembull në rastin e parafundit ndohet pyetje ishte shumë e thjeshtë. S'di çka ke tema, ama 2 minuta ma si më thot mu që është çështje e kulturës familjare, ai ofendon opozitën, atë i ofendon rana, pyetja ime është pyetja. Po është PR strategji, unë mundu me minimizu efektin e asaj që e bëjmë, po është shumë randë me po atë punë, për shkak se sot i ki rrjetet sociale që janë me dy maj fuqishëm që ekziston. Kota i mundet, nuk është vetëm kryeministri, ka pas për shembull komplet emisionet që janë bërë në Alfa për emrin tem, krejt emisioni, Furkani ato rreziku 10 vjet borg. Edhe në kësi teknikat presionit që kanë kalu, për shembull Meshku, nuk e din ata se Meshku në burgun e pushoj knacna, ko të bëjnë emisionin, po është teknike PR-it edhe i po ta thonë me një preskonferencë nëse këtë ta kanë thonë PR-i me bo, i të bo keq, për shkak se mle hapësirë me manevru, nëse përgjigja është nuk zakonisht përgjigja e ti ndaj meje është nuk mendoj që meriton përgjigje, edhe ajo përgjigje, kështu që ti e gjenë arkivën, edhe ja gjenë përgjigje. As nervozohesh që shpesh herë ta bën edhe qëllimisht që nuk jep përgjigje në pyetjet që i ke ti edhe për ta liks mbi çështje të caktuara? Absolutisht ja. Ajo është mirë, për shkak se dallojmë prej. Ta shton inat. Jo, s'kam inat. Unë mendoj që vetë ajo metoda si sillet me neve na bën me dallu prej tjerëve, se ti nëse e sheh për shembull pyetje tash për konferenca jemi ekonomia e tretë në botë, si kemi arrit me bë këtë punë në Evropë, edhe pyetje ngjashme, kështu që ajo na bën mu dallu prej tjerëve dhe hiç s'kam inat, bile në një preskonferencë i thash që hiç s'm duhet përgjigja jote, atë çka duhet fol për shkak se kom jetu edhe kom punu në kohën e grojizmit edhe e di këtë mentalitet. Po është rëndësishme ajtë ju përgjigjet qytetarëve nëse s'do që popullit din, posaçërisht në Ballkan najherë mu pasivizu, posaçërisht nëse ishe numrat që ishin zgjedhjet e fundit, ama
kur populli është shumë pasiv dhe me njerë zgjohet, për shembull, si në Shqipëni që atë ndodh, di se çka ndodh, dim se si shkoi Gruevski, nuk mendoj se e ka fatin e ndryshëm, ose kështu vazhdon kjo qeveri, se edhe në aspekt numrav nëse 300.000 shqiptar kanë votu për VMRO, dhe i ka të deputet që i ka për shkak njësive zgjedhore që i kemi, a i bje se edhe 1.200.000 tjerës kanë votu për ta, që i bje se shumica ka qëndrim tjetër, kështu që nuk mundën mu mshem pas legitimiteti se nuk e kanë plot, e kanë vetëm politik, nuk mundët mu arsjetlu me edukatën time, për shkak se me vetë faktën se kryeministri si përgjigjet një gazetar flet për edukatën e atij, s'ka mbrojtje këto. Edhe qytetarët posaçërisht maqeni din shumë për jetën e politikanëve, din shumë për jetën e gazetarëve, se ato janë jutë më të mëdha. Këtë qytet nas kena këngëtar maqedon që e njeh për shembull Ballkani ose ndaj artist i politikanë di çdo ditë nëpër media, kështu që s'unë rrin opinionin. A 300.000 ka për shkak se ditë si votot të ne. Fatkeqësisht, edhe standardin e kanë zakonisht si parti që nuk lëvizin shumë për çati numër të votës që e kanë. Periudha më të keqe, që aty janë kanun. Po çajo është ky mentaliteti VMRO-s që shpesh më pengon se ata shiten patriota, a në anën tjetër nëse për shembull një votuesi si themi besnik VMRO-s i thu shteti apo partia, do të thojë partia, pastaj shteti. Çto është ajo pak idiocia që më nervozon se për shembull ne nëse i kishmi pranu 2008-ën propozimin për ndryshimin e emrit, shumë ma lehtë kishmi kalu se tash me marrëveshjen e Prespës. Një do na ndodhe me Bullgarinë, janë atu shumë vjet për kot, për shkak 300.000 njerëzve që janë zakonisht në Edenis, po në si më i madh këto është shteti. Unë besoj që shumica e tyre kanë interes personal, shumica tjetër që është shumica absolute, po ik prej shtetit, fatkeqësisht. Dorisa do shkojë kështu, do e shohim tash. Kena shumë kriza në vend, politike, ekonomike, me arsimin, si kena punë të hiqmi. Se e di ma mirë atë. Po, atë duket se kena edhe krizë me gazetarin, së fundmi. Që gazetaria në mashinë e veriut ka njësë keq, për shkak se shumica e njerëzve që kanë punu në media në Jugoslavi kanë vazhdu t'jenë emra të rëndësishëm edhe kur u demokratizu në thojza shteti se e dini që ka ndodhë viteve 90-a, nuk mund është mi thonë demokracia saj. Baza, si të them themeli këtij shtetit është i ndërtum bini ideologji komuniste, edhe nuk mund të me di që ka liria. Ama unë pak, jo prekna, po dyqysh dëshprona kur isha kolegët e mi 3 që janë prej përkatësisë tjetër etnike që e kanë njëjtin mentalitet. Edhe shumë rand, mendoj kur na heqën vizat, hinëm Schengen zonë, që do shkojnë, do shohin, do shëtisin botën, do kthejnë, do importojnë diçka të mirë, do e hapin pak trunin. Po, fatkeqësisht nuk ndodhe ajo, për shembull Maqedonia ende është më e rëndësishme që në protestat e studentëve thush makedonskit albanci, studentët albanci od Makedonia, si di si shprejnë ata, jo të raportosh për problemin, ose më e rëndësishme ose ka veç flamuj shqiptar e nuk folet për esencën e problemit. Do më thonë, është shumë rëndë, për shkak se, që jemi sinqer, Beogradi kurs nuk ka hek që dorë nga kjo pjesë, ndikimi është shumë i madh tash nëse hip në për furnizimet publike, tenderat, sa në shef se sa kompani sërbe këtu marrin tendera, sa ndikim ka, ne kje dhe Selkovishin, nuk e di, nuk pylan me dal pi ati mentaliteti jugoslaven, e di çfarë mendimi ka shumica e profesorëve në Kirill, e di çfarë mendimi ka pas edhe presidentja aktuale që ka qenë kundër pavarësimit të shtetit, kështu që është shumë ma lehtë për neve si shqiptar me dal prej këtij mentaliteti se nëse kena dashur kur Jugosllavinë si na kanë shtypur. Edhe atë që na kanë bërë, që na kanë detyruar me ikë prej shtetit, ne kena dal, kena punu dhe kena mbajt familje. Shumë s'ka familje në Maqedonisht, se ka dikan në Evropë. Ka importu diçka. Edhe ne ka importu atë mentalitetin, plus si popull, nëse është gjatë historisë, jena ma liri dashës. Edhe kjo na bën që t'jemi pak, që ta kapim pak ma shpejt atë thelbin e demokracisë, kisha thonë, po këta e kanë problem. Mundohena me ja shpjegu, sërë që mundohem debate televizive, rrjetet sociale, me ja shpjegu se pse një puno që shtë, pse një shqiptar një rinë djetë kështu në këtë shtetë,
zakonisht etiketohen me nacionalist, separatist e kujt diçka, që ajo është s'mujnë me ndru mendimin tem, pse dikush mendon që s'është rregull. Për shembull, në podcastin e fundit që isha, thot Kiko thot kalova unë ka protestu si të dhe shumë merr të keq se s'pat asnjë flamur shtetit. Po pse shkove vllati mi për krah me flamur shtetit. Po jo nuk e di si do më kuptonin. Momenti tjetër, unë kom jetu këshit e pari kom pas shqiptar. Po e kej, a dy fjalë shqip jo, marrë është. Sinqerisht marrë. Domethënë, ky mentalitet i ka, si më thonë, i ka ndalu ata që na njohin më mirë. Po. Ti e di maqenisën, s'kam problem. Është kena asnjë barierë me Absolutisht, komunikim me asnjë barierë. Po që kjo është, domethënë, pak me ballë, në kështu i drejtona i thon, njeri i fundit që ka jetuar në kohën e Jugosllavisë kur ndroje jetë, tash më thon, kur vdese, na mendoj që kena vënë së mund ndryshu, po është ngarkesë e madhe për ta, shpresoj që në ditë do e kuptojnë se e kemi pa qetë të hapur, nuk është këtë bota, si me thonë, kundërshtare maqenisë, shumica nuk e dinë që ekziston. E din, po dërsa ta kuptojnë. Nuk rrotullohet bota rreth Maqedonisë. Absolutisht. Jo bota pas S'ka filluar as bota me Maqedoninë. Që të fol kartelën e maqenisë nuk e pranon 80% sajteve ndërkombëtare të fleta e ballë. Të kjo çka e tha e diçka që është interesante për ta komentuar është që në një farë forme para 6-7 vitet e fundit, ndoshta për shkak qeverisë tjetër që ka qenë dhe që ka tentuar t'i heshte këto diskutimet që sot i kena, nuk ka qenë atë që dukshme. Krahasim me tash që është duk, për shembull ta marrim shembull konkret kryetare në gjykatës kushtetuese, ajo zgjedh mandatin e qeverisë kaluame, edhe asnjëherë nuk ka pat deklarata kontroverse mbi çështje të caktuara etnike. Tash me ndrimin e qeverisë u fuqizuan persona të caktuar që nuk duhet të jenë të anshëm, edhe vazhdimisht tentojnë në një farë forme të iniciojnë tema etnike me qëllim që dështimet ekonomike, sociale, politike të arsyetojnë me çështjet etnike. Po, nuk e di kanë marrë forcë, nuk e di a është ai termi adekuat, se që, okej, në demokraci lojën e bëjnë numrat janë ato që janë, po nuk bën me harru se nuk është situata si para 2001-shit. Për shembull, tash, s'di sa mira shqiptarë ki sistem, janë në administrat, janë polici, janë gjykata. Do me thonë, një javë na duhet me rëzu qeverinë. Pak organizim, një javë, i ç'është problem. Me drejta e protestës është garantuar me ligj. Shkojmë punë dhe s'punoj, rrin ka. Me një javë na duhet. Kjo që kanë marrë forcë, ata mendojnë që kanë marrë forcë, s'është në rregull. Se forcën janë të ja kallëzu bashkëqytetarëve tanë. Po mendoj që është e qëllimshëm, është një plan i organizuar pikërisht për këtë çështje, në ka një revolt madhe me kontakte me kështu huaj ambasador, ka një revolt madhe edhe te shtetet e BE-s, për shembull deklarata tipit se 10 shtete do bankrotojnë në Evropë, ne do jemi më mirë se ata. Ka kriju çast shumë mleft tek organizatat ndërkombëtare saqë e kanë thirrë kryeministin e persona të tjerë të qeverisë ka thonë, okej, ne pindalmi fondut, tani e shohmi kush bankroton. Se ne sprovojmë asgjë, po se di se deri kur do mundën me masku me probleme ndëretnike, se kanë nis ka pak të vedisohet qytetar, po që një pjesë të fajit do duhet ta marrim mbi neve edhe ne si shqiptarë, se për shembull prej masi ndodhi ndarja e re territoriale me njësitë regionale, ne nuk i kemi dhënë arsye bashkëqytetarëve tanë që të mendojnë se dim me menaxhu me pushtetin. Çka ka ndodhur me Tetovën, çka ka ndodhur me Çajirin, çka ka ndodhur me komunat Gostivare. Kena keq përdor këtë kohë. Nuk ka ardhur Gruesi me ta prish Gostivare. As Gruesi s'ka ardhur me ta prish Tetovën. Edhe në çdo drejtim ne ju kemi kriju përshtypje që nëse dojmë shtetin edhe sër që vim pushtet të marrëmi çka mundemi me marrë se dim që ky shtet s'ka më ekzistuar nesër. Edhe ajo ndoshta mban ujë, se ju kemi dhënë arsye me qeverisën lokale, po besoj që nuk të shkoj gjatë pe kjo, se Gruevski provoi, e dini si përfundoi, dhe shohin edhe këta se nuk është ajo plan afatgjatë. Kryesisht kur merrna si organizatë me çështje ndryshme të arsimit,
këtë bëj si paralele se e kam vrejt që në rrjetet sociale ke edhe të njëjtin problem. Për shembull, kur merrna me keqpërrimin në Universitetin e Tetovës, shpesh herë citsohemi si tradhtarët më të vëj, se është krijuar me gjak edhe ne si guxojmë ta kritikojmë një institucion atë të shenjtë. Kur i kritikojmë Universitetet maqedonase, për shembull rastin e Koçon, Gjyshevit e të tjerë, konsiderona se vetëm në Universitetin maqedonase merrna me shqiptarët kjo, ndërka shqiptarët shumë keq. Ty të ndodhen e njëjta dhe portali Tix i ka ndodhur e njëjta non stop, edhe pse shumicën e rasteve që i keni nxjerr kanë qenë për shembull funksionarë shqiptar. Maqedonasit thonë që vetëm me maqedonasit, me shqiptarët thonë të njëjtën. A ka zgjidhje për kësaj llumit të diskutimeve që ndodhen kakofonisë në media, kur gjithmonë na akuzojnë, a ne bëjmë një punë shumë sinqert mirëfill për shoqërinë? Nuk duhet me pas zgjidhje dhe unë sinqerisht du me pas zgjidhje kjo punë, se kjo i bie që i të bën një farë punë të mirë, nëse mbrojtja e vetme është se ti nacionalist, se ti i sulmon veç maqedon, si sulmon shqiptar, e nuk ka sa fare i ke marrë për këto, që po ta tregoj kontratën, këto të kanë pagu që kaq, ajo super është. S'ka mbrojtje tjetër. Ç'më thon, s'mundet me të akuzu ti se ku e di qeveria ti ka dhënë 20.000 euro, 30.000 euro, ku e di sa. Do të akuzoje pse je nacionalist, do të akuzoje se je tradhtar. Okej, ama ata po e di vetën, atë sa të dojnë me shkruajnë ata. Kjo super, derisa ti e bën punën me sinqeritet çdo den akuzat. S'ka tjetër, kështu që. Se je pasur me veten. Do ketë dikush që do jetë kundër neve, po mu shpesh ndodh. Shkruan komente aty, fape qeli e klikoj të mesazhet kur e shoh. Qetër sa më shkruan mesazhet, qetër në koment, edhe kështu që nuk mundem mu marr, po kjo do të bëhet sozo normale, so kjo është kritik, e pranoj kritikën për punën, ama ka do që për të kalojnë pak ato limitet, ofendime personale në familje, edhe kërcënime, që s'është në rregull, duhet pak ta ngritim atë kulturën e debatit. Krejt gabojmë, për shembull, nëse unë e bëj një temë për vendbanimin tanë ku jeton ti, edhe e bëj, ndoshta mungon ai detaj për shkak se nuk jetoj aty, nuk e di sakt. Ti mundesh me ditë më mirë se unë, edhe shkon koment edhe okay, jam atë punë. Kom gabu në rregull jemi. Ama shumica po ofendojnë, posaçërisht e pjesa shqiptare ofendive, që janë shumë kreativ janë. Sa dush bani filtrat kështu për mos me shoh kote gjejnë metodën, ama s'ka lidhje. Edhe ajo është pjesë e lirisë, fillon me të shamë. Një ditë do moderat, sinqerisht, ne jena 3 në demokracia, do mësome një ditë, po ka dalë. Që një ri, për shembull, 15 vjetë që i ka, që është më i ri, ku intereson me shkru ti koment se dikush është kryeministër. Kështu që do vija e kohë atë ne, po ka dalë. Një proces i gjatë. Për portalin X, që më fascinon dhe që e kam si pyetje është që, për shembull, keni më shumë besueshmëri se disa institucione që duhet të zgjidhin për shembull problemet e qytetarëve dhe shpesh herë nëse institucionet në krijimin e shtetit duhet të jenë aty për qytetarët për shërbime dhe për zgjidhjen e problemeve, në vend se të adresojmë problemin tek institucioni, vin te ju para, te portali X. Kjo është diçka me të vërtet fascinuese për punën që e ke bë bashkë me ekipin, por të njëjtën kohë edhe vërtet dëshpëruese për shtetin se si ne duhet t'ja bëjmë punën shtetit që ne i paguajmë taksa. Edhe të problemet më intereson që zakonisht ju vinë në adresën e portalit X, çfarë probleme kryesisht raportojnë qytetarët? Çajo është, po mundohem m'ia shpjegoj se na herë duhet proceduralisht me shku para se marr problemi të media, se kemi raste, për shembull, para se me thirr policinë na thirr neve. Sinqerisht ndodhin kështu raste, edhe para se me shku me bë ankesën na thirr neve,ave të lutna edhe proceduralisht shkon, nëse institucion nuk funksionon, çfarë him në funksion, po ka raste ku nuk pritet, për shembull, ka raste zakonisht në kështu spitale dhe barna të nevojshëm për grupe të caktuara smundje, njerëz dhe smundje të rralla, aty spritet sinqerisht. S'u pret përgjigje se i rrezikohet jeta e një fëmijës, aty okay. Po është një problem tek pala jon se zakonisht shkruajnë për parcela, tokën më kanë marrë, ku e di çka, dhe zakonisht është problemi personal. Shumë rrallë dikush shkruan për problem kolektiv dhe thot hajde se gati jena një lagje, ku e di çka, kemi një problem kolektiv, hajde ta zgjidhmë se institucioni s'po na dëgjon. 80% rasteve janë probleme personale, parcela, toka, më ka qitë për punë, ma ka ndërprej kontratën, për shkak se jam i partisë tjetër, kjo parti më ka shti, kjo më ka qitë për punë, që është pak dëshpëruese, se duhet ne të fillojmë të mendojmë për probleme kolektive, tani në fund për probleme individuale, se tash toka e puna, edhe
shmetona ka hu vlerën se ka me punë sa të dush, edhin që sektori privat është i lirë, prap kime ble tokën, edhin, ose shkon gjykat administrative, e zgjidh, ma për probleme kolektive shumë pak shkruajnë që nuk është kështu për tek pala tjetër. Kur ka një problem për bashkët janë të gatshëm, i kanë këtë procedurat i kanë ecë, dokumentat i kanë, janë të gatshëm me fol para kamerës, po kjo ndoshta lidhet me atë që shqiptarët kanë besu këtij shteti, edhe nuk besoj që edhe tash i besojnë edhe për çat i kuptojnë normal. Trajton që të publikohet puna, pastaj shkojnë te institucione se puna është publike, edhe institucioni do e bën punën e vet. Po çajo është mentaliteti i din neve s'na kanë leju me mësu në gjuhën tonë, me nëse abo universiteti. Tash ka probleme, ku e di, diskutabile është edhe kualiteti, ku ka dalë mendoj që do mërim aty ku duhet jemi. Unë rrugë e gjatë. Po e gjatë. Maraton. Në histori 100 vjetë janë 10 minuta. Shumë e vërtet. Jemi ka fundi, një pyetje paksa shumë provokative për ty. Hajde. A duket së fundmit që kena nisë për shkak rrjeteve sociale që të humbe ajo linja mes gazetarëve dhe influencerëve? Nuk e them për të keq, për shkak se për shembull çka është ndodhur tash në Shqipëri, u bë e madhe për shkak influencerëve, sepse qytetarët ndjeshin që gazetarët janë të korruptuar, janë të kapur nga pushteti, edhe influencerët e bën atë që duhej gazetarët ta bënin in the first place. A mendon se te ne a është diçka negative në bot kuptimin tënd si gazetar, dhe a mendon që në kontekstin e Maqedonisë, jo në kontekstin e Shqipërisë, nuk do të kontribuojnë në zgjidhjen e problemeve që qytetarët i raportojnë tek influencerët në vend se i raportojnë tek gazetarët? Nuk është normal në botën, në epokën e rrjeteve sociale që kjo ndodh. Secili është gazetar në veti, edhe mendoj që ka më shumë aspekte pozitive se sa negative. Kush jam unë që të kem monopol ndaj informacionit në këtë shtet, kur një gjallë ku dy, hin drejt për drejt për një gjallë që ka ndodhur dhe miliona mund të mi pas në atë video. Edhe ka ndru, folëm fillim se ka ndru dhe metoda e raportimit. Ka influencera që merren veç me reklamime produkteve, okejemi, ka që i kombinojnë të dyja, prap okejemi, derisa për shembull nuk e përdor ato ndjekës që i ka për, si të them, të kënjesh kur të shqip, të imponoj një mendim në opinion që nuk është i real, okejena, se tash si cili o gazetar, me një telefon dorë, BBC-a ka nisë me punu me telefona, po mendoj që më shumë gjëra pozitive ka prej kësaj pune, se sa negative, sa do që janë do njolla trana, dzeza, që kanë ndodhur prej këtij lloji raportimeve, posaçërisht disa raste në Tetov që kanë ndodhur, që pastaj shkon drejtim tjetër, që ishin shumë problematike se flitej për njerëz të rinj që kanë humbur jetën sen. Në shumicën e rasteve kanë ndihmu, tash ndodhin gabimet pranohen, ecin, po një plus më i madh këtu që është se shtartë janë më idiota. Këtë informacionin e kanë telefon. Mos e rrej vetën se kime mujt me ndiku në një temë caktuar, nëse si e mbushur me fakte dhe nëse nuk i të thonë sen me gjithmen, me gjithë zemër, kështu që kod mundon e din qytetar punën e vetë. Kur kam pyetjen e fundit, ekziston, do thonë, një farë apatie e madhe tek njerëzit, te ne sidomos. Do thonë, nëse e shohësh çka ndodh në Serbi, çka është ndodhur në Shqipëri tash, në Bullgari çka ndodhte para një periudhe, me lakmi thu, e di pse nuk është, pse nuk jena të mbledh të luftojmë për gjëra kolektive, jo për çështje tokësh edhe gjëra tjera. Mendon se ekziston një farë rreziku të jena gjenerata jon si gjenerata e fundit që flet zëshëm edhe reagon, ashtu si janë të shku trendet momentalisht tek ne. Fatkeqësisht territori është i vogël. Shteti është shumë i partizum edhe let kontrollohet rezistenca. Do thonë të ne kemi rezistencë të kontrolluar edhe kur për diçka protestohet. Nëse arritën të shtypin protestat për rastin e Koçanit për një javë, edhe nëse në zgjedhjet e ardhshme fitoj kandidati VMRO DPMN-s, ti çka pret më këto? Ai ka qenë dëshpërimi më i madh një që e kam pas ndonjëherë. Do të thonë, digjen gjallë njerëz tris ka rinima atje kur shkon në shprast.
gjallë pushteti që është përgjegjës për atë punë, kandidon një njeri dhe ai voton. Po kjo lidhet edhe me varfrimin e skajshëm të njerëzve, janë gatshëm me bëjë gjithçka me çu pak bukë shpellë ta marrin në vend punës. Kjo tani lidhet edhe me dembelizmin që ka kriju tek njerëzit, se nëse punon në institucion publik, ti s'ki nevojë me punu, veç e merr rrogën e mundesh me punu punë dytë që me pas ose shkojnë në Kroaci, që me pas një jetë më të mirë. Rastin e fundit me studentët, kanë të mirë djemt, nuk e di çka puna, po në vend se unë i thamë, në vend se ju ta shfrytëzoni presionin që e bëjnë student në rrugë, ju që jeni në pushtet dhe të thonë, hej, unë e kam presion, du ta zgjidhni këtë çështje, ti shkoni sulmon studentët, i pasivizon edhe më shumë. Kjo ndodh edhe me Bedin kur ishte në pushtet 20 vjet. 100 herë ki debata folë, mos i shtypni për profesor, mos i shtypni gazetar, mos i shtypni për një zëra se do ndrohen punë, do bini prej pushtetit, çata zëra do jenë aktiv prapë dhe do luftojnë njëtin pushtet ku s'do jeni ju. E bënin njëtën gabim edhe Vleni ka nis në drejtim. Nuk e di, do duhet shumë të investohet që kjo shoqënie pasivizuar të nisë pak dëgjohet, efekti i parë më i rëndë mendoj që ka qenë revolucioni Laraman, në atë revolucion kanë marrë pjesë edhe shqiptarë Maqedon, sapo përfundoi dhe ra pushteti këta sektorit civil profitu. Hynën në për puna institucione dhe prej atëherë kemi folë, neve na ka kriju një iluzion se kemi liri, se ra Gruevski, keni mi po pasojat do jena fatgjatë, se krejt zërat e sektorit civil hynën në qeveri, e dini çfarë kështu online bifi kena pas me Petritin, për shkak se e kam konsideru njëri si një ndër zërat më të mençur edhe më, si them, prej neve shqiptarëve ka qenë më i pranuar tek pala qete dhe ka pas ndikim shumë. Edhe tani e bani qatë që e bani, se kisha shumë shpresa se do jetë zënjet edhe kur u ndru pushteti. Po edhe me do tjera që kanë qenë gjemë mirë, kemi shku prapa atin me kur ndodhi revolucioni, kemi përkrasësh, s'muj me mshe edhe si media i kom përkra. Po që ajo, pasojat janë ati pa, që tash, jeri u shqiptarë e ka shumë problem që të nisë diçka, për shkak se modelin e ka të keq, 20 vjet i shet njëtët persona, vetëm gjyra partijake ndrona atë njëtit i kimë pushtet, kështu që do jetë shumë rënd, po e shqipni që ndodhin. E dini si ka ardhe Edi Rama në pushtet, momentin kur ka qenën Sali Berisha më i fortë, se kur s'ka besu që Edi Rama e fiton zgjedhjet. Momentalisht Edi Rama kushtosht nuk më ndonë se mundet me humbë pushtetit. O mendoj që të humbë, dhe do vijë shpejt, kështu që nuk i dihet. I shpresoj që do fillojmë pak edhe ta luftojmë këtë pasivizim në forma ndryshme, sepse më vërtet kena nevojë për një kulturë tre. Ato në Shqipëri e kanë një thirrje të zakonshme që shumë më pëlqen, Shqipëria e re. Edhe kjo është një lloj reflektimi i asaj se çfarë kërkojnë, diçka tre. Mos harro se ata kufizojnë me Itali, faktikisht edhe me Greqinë. Mos harro se ata importojnë të shef mediat bukfalisht e kanë kopju modelin italian, po e kanë kopju qaq mirë sa që janë të bëjnë ma mirë se ata. Po edhe në aspekte tjera të sektorit civil, edhe në turizëm, janë të importu, e shafti fjallorin që ju ka po, puntata, blusen, o mendoj që është sen negativ, po me atë vend edhe kultura atje, dinë se sa italianë pensionin e shfrytëzojnë dhe jetojnë në Shqipëri me pensionin e Italisë, kështu që atë tjetër është kur të kesh tjetë evropiane si Aforteje në kufi që të rëvuta ke Serbinë. Jo, ndikon, beso që ndikon shumë. Ndikon, definitivisht. Jena pak largë dhe s'kena deti, po kada ka dalë do bo. Furkan, faleminderit shumë edhe një që erdhe. Edhe shpresoj që bashkërisht do vazhdojmë të bëjmë ato punë që ju japim pak shpresë njerëzve se mund bëhet Maqedonia e re. Shpresojmë. Faleminderit.